Të emisionit për Tetra Ditës kemi ardhur në një qytet I cili është formuar në vitin 1950 pas ndërtimit të rafinerisë së naftës dhe në vitin 1952 u shpall qytet. Në vitin 2023 Instat publikon që në këtë qytet jetojnë 7.000 banorë. Po si është jeta për këta banorë? Çfarë ka ndryshuar në këtë qytet? Sarriku si qytet u formua pas ndërtimit të rafinerisë naftës? Një kohë. Me atë qytet që u ndërtu uzina naftës, u ndërtu e qytetit Sarrikut. Keni punuar aty? Jo, ky ka punu në Tec, kurse ky ka punu në ndërtim. Si ka qenë jeta atëherë dhe si është tani këtu? Ka si atëherë kishte gjallëri, kishte punë, kishte gjithë punoshin, jo ferma, jo uzina, jo teci, jo ndërtimi. Shumica nuk rrishin pa punë, stëllinte pa punë. Po tani? Të si pa punësi e madhe. Si është jeta në Sarrik? Ka varfëri, nuk ka, s'ka punë, ka. Si ka qenë ky qytet dikur? Ka qenë shumë I mirë, shumë I mirë. Çfarë të mirash ka pas për shembull? Po, ishin punë uzinat, ishte teci, ishte SMT-ja, ishte konsumi, kishte punë. I bet s'ka më punë, vetëm qam I grinia në për kurbetet. Po këta që janë këtu, me çfarë merren? Kafe të rritë, gjithë ditë në kafe. S'ka asnjë lloj pune. Po me çaj marrë gjejnë të ardhur atë vëlla? Se di, nuk e di, edhe unë se marr veç ato. Sa vite ke këtu ti? Po këtu kam lindur. Se me mund këj popull. Edhe këj, tani kanë vanë palatet, bëjnë palatet 20 kash, 20 kash. Që dohen palatet 20 kash, dhe tërmedit të rafshoj. A I si që bëlla I bëjnë të 5 kash. Se kishtë tamam me dhe. Këta bëjnë palata, uzinë e fabrikat përfunduan pazar. A ti, ku shkonë gjithë dirë se popullit? Pra ne them unë kam nostalgji vjetër për këtë punë, nuk jam as me një gjak këtu me ta. Çfarë mendon ti se duhet ndryshuar? Po çfarë do ndryshojsh më? Kush e ndryshon? Kush po e ndryshon? Ja se thua ti, ja them unë. Po kush po dëgjoj? Një mendimi juaj, kush është për shembull? Po mendimi është rreth parë është bujqësia që është për tokë. Emigrimi është për tokë. Kanë gjikur tarë fëmija ne si shohim me sy. E zvin ma këtu, ku të rri? I ka zaptor tokat, I ka zaptor ferra. Si punon njeri. Ndim, ujë, gjë, s'ka. Një farnime s'ka. Qarë do të? Qarë shpreset në të? Qa puna ka pas bon atë kodi? Traktorist kam qenë 28 vjetë. Edhe më dha 120.000 më dha në person. Që vojtë hanga të më dynja. Nisoj me të kifshive tërtorarë. Në atë kohë jeta ka qenë më aktive, Aq më aktive, aq më dashuri, aq streset s'kishte, I kishte streset vetë a I madhi, a I kishte ato vetë. Po në e tërdejtin, flinjen gjumë darket, rahat. Po sot rinin si e shef? Rinia ka iku për lesh. Ka marru punë, Pa pra, po pse e thua këtë ti? ashtu shif rushi piqo. Atë mundu, ashtu është. Gjoti, po s'qej pari shpis, në regull, tërë fëmija është dalë. Do tjetë I madhi I pari, në regull, pasata vinë zinxhirat ato.
Këtu sa industri ka pas, që ka pas të ka pas uzina e... Uzina naftës, teci, SMT-ja, tregtia, konsumi. Edhe kishim këto pjesë për bërse jo thërtore, jo... Kishte punë, sa të mund, ishte ferma. Ferma që punonin punëtorët bujqësi. E kështu. Ate gjithë ishte jetë ndryshe, gjithë ishin të aktivizuar. Kishte aktivitet, kishte punë, kishte gjithë shka. Ja, unë për vete kam punuar në tec, elektricist kam qenë. Punëtorët që këni punuar në rafineri në tec, si ka qenë atë kohë? Teci uzina ka qenë, po thuj që bashkë, një ndërmarje, ne bashkë në Ministria Energetike në atë kohë me fjallë, një ministri ka qenë. Po ka pas punë me fjallë, ne prodhonin plus manim uzinë e naftës me aullë për proponimin e naftës, plus edhe prodhon dhe energji, se ishin 3 turbina teci. Prodhon të goxha 10.000 kW arrin të 24 orë për shumë. Edhe kishe gjallëri, kishe punë, gjithë rinia në punë. Këtu kishe dhe të punësuar edhe nga rrethet e tjera? Po të ardhur, faktikisht Cerriku ka pas të ardhur me fjallë. Nga zona Gramshit, nga zona me fjallë. Të ardhur ka qenë Cerriku, po thuj që në të ardhur. Në gjithë zonë? Në gjithë zonat, ka qenë specialist mirë, pase kur bë fjeri ikën gjithë specialist, nga Cerriku ikën fjerë për shumë, specialistët. Sa punojnës mund të ishin afërsisht në gjithë këto tece, fabrike që ishin? Po ne tec uzinë, vëllaj, me gjithë, ashtu ka pas, gara 600 punëtorë bërë. Çfarë duhet ndryshuar në këtë qytet? Që vetëm filloj rinia punë. Vetëm rinia të filloj punë, mos rrihet e ke kafja gjithë ditën. Se kafe të rrinë gjithë ditën, se ka i gjenë lekët, unë nuk e di, po ata në kafe të rrinë. Si ngryset, si gdhijet Cerriku me Ja, jetën e vetë përditshme? atje ke të minot, unë për shembull, vetë atje ke të minot, po loza, pas loza, rrishikoj. Po pjesa e kulturës e turizmit, a ka Cerriku? Ja, s'kemi ne. S'kemi turizm me fare, asë gjë iq. Nuk kemi. S'ka turizm? S'ka. S'ka se qyteti është, Cerriku është mezi Shqipërisë, nuk ka, detin e ka larkë. Këto malet i ka larkë, s'ka, këtu është vetë fush. Tu e të në fush, s'ka pjesë turizmi? S'ka asë gjë iq. Më the në fillim që varfëri. Varfëri s'ka punë. Për atë them që nuk ka punë. Po s'pati punë, ka varfëri. Unë marrë 200.000 lekë pension. Qa do bëjmë ato 200.000 lekë? Unë me zi ngrisë mujë. Sa i përket të pjesës së zhvillimit turizmit, a është i prekur në pak Cerriku? Cerriku nuk ka për shumë për turizmin që është qytet i ri, qytet s'ka në një gjë historike. E pëton ti që të vinë njëzës, ajo i treq. I treq, turizmi, gjëra. Njëzit duhet të shikojnë gjëra që... Vetëm ai do të shikoj këtë që është ngritur një qytet i ri nga kohën e socializmit, në ndërtimit të uzinës naftës. Kjo është e gjitha. Si gjë tjetër historisë s'ka Cerriku. I mbaruar do thojë. S'ka, të kishe nëj të hapësh nëj aktivitet që të futeshin. Më mirë janë këto fshatat belë që kanë aktivitet, kanë turizm që sa Cerriku, ose Shtermeni. Cerriku kot ka emrin. Ma gjallëri ka belë që gjithë turizmi janë ndekë vojtë. Cerriku s'ka për çfarë vjene? Po s'ka që do, tu ka që do hajtu një pache e pilav ka të, në si se pizë.
pjesën e punëtorëve, kur ishte më e lehtë për gjetur punëtorë në atë kohë apo në këtë kohë? Në të kohë, punëtorët nuk ishte problem, se ishin të ndahen njerëzit në të vinin, zonin, I sjellë rreshta i gjaxhi. Do vinin, i zhetë të Në do sot, është që vështirë. Se dhe nuk ka pregatitje specialist. Nuk ka murator me. Përpara bënin shkollën 2 vjeçare, ditë dhe profesion. Punon dhe mëson dhe në teori dhe praktik. Po tani a vlerësohet puna e punëtorit krahut? Tani ka fillu, të kanë ndryshuar, të vlerësohet, po në shumicën pak ka qenë vlerësuar. Çfarë do thuash të rinjve që këtu në Cerrik? Një këshilla, një sugjerim? Sugjerim është që secilit të marrë një profesion, do të vazhdojë një arsimim për çfarë do lloj profesionin që ka dëshirë, për shembull, edhe që do ushtërojnë aktivitet punë. Po atyre që janë të larguar, çfarë do thonë? Atyre të larguar, unë për shembull për një pjesë jam i mendimit që dhe mund vinë, sepse tu ka filluar të gjallërohet puna, ndryshe nga këto vite që kaluan. Largimi i kryetarit bashkisë nga kryetar bashkie në ministër, si e shihni ju si qytetar të Cerrikut? Kjo është rritje. Për atë është rritje, për atë. Për neve, për qytetin e Cerrikut, që do bëj për qytetin e Cerrikut? E prishi punë largimi i këtij Po personi? jo, po erdhi tjetri, po i je. Po i njëjtë, një industri nuk ka. Çfarë mendoni ju, çfarë duhet ndryshuar këtu në Cerrik që jetë pak më e zhvilluar, me ekonomi më të mirë, çfarë duhet bërë? Sa më shumë të ketë, për shumë, normalje të ngrihen, për shumë. Dhe gastri. Dhe që njerëzit të futen të aktivizohen, në për punë, në për gjëra. Që të thithi, pa punësim. Se kështu po s'pati, të më thënë, të ketë fasonet, të ketë... Ku e shef Shqipërinë pas 5 vitesh ti me atë syrin tënd, se ke jetuar situata të ndryshme, ke jetuar diktaturën, demokracinë? Nuk ishte diktaturë, se ma thellë. Ajo nuk ishte diktaturë. Diktaturë janë këta, që mbrojnë pakicën edhe mbrojnë pakicën, sulmojnë shumicën. A ishte diktaturë për pakicën, jo për shumicën. Ishte diktaturë për proletariatit, që mbrojnë dhe shumicën. Po të rinë sot si ishe me pjesën e arsimit? Arsimi ka marru, që arsimi ka arru. Kush është mesazhi juaj për Shqipërinë? Qartë them unë për mesazhin im? Tjetë si doj, kush më pyet për mesazhin tim? Po ndoshta do të dikush që do e dëgjojë. S'ka. Mos më shën mende për atë. Unë mesazhe kam shumë. Po më thuj një. Qartë të them unë i shkretit? Ke shumë një... Mesazhe im është kështu. Po. Vendi duhet ringritur. Vendi do ushtri që të mbrojnë vendin e vetë, sepse bota nuk do të mirin të atyja. Bota thot për vetë, s'thot për tyja. Unë po s'desha vllain tim këtu, s'ka që më duhet bota, fare.
Miqtë e emisionit për te traditës, kjo ishte historia e këtij qyteti 70 vjeçar ku folën shumë qytetarë për të kaluarën dhe të tashmen e këtij qyteti. Miu takofshim në emisionin e radhës.